Shpati që kur martu me dënusën së promentit se jam mirë, herova emrin Selvin, dhe që më që është martu me të shpati ktheu totalisht, dhe shpati në prezencën time e përjetoj keq ndarjen me Afroditën. E përjetoj shumë keq. Dhe edhe nuk e di, aty ishin ngru dhe keq për shpatin. E vojti shumë, mësoj pijen. Është vërtet që atë e ka përdor edhe lëndë narkotike, plas në atë kohë. E përjetoj shumë keq, thoshte më vjen turp, thoshte, jo se s'ka ferma tjera, po më vjen turp. Se kishte sjedësh. Atëherë po, është vërtet që shpati ka përdor. Po që ku martu, të shenë mrapa ju përgushtu familjes, familjes, fjalë u kujdesi për shëndetin tash edhe shpar, pak më para, që u shënde shëndetshëm, vetëm në rast se kur e kish urgjent duhet më hongër, ne i gjë me fut, ne i gjë ngojë dhe t'ikim se u bonbon. Vetëm atëherë hante për shembull me pisë në gjë kështu. Po do të palese. Për gjëja që më ka bërë përshtypje ke shpati bilese kam pyet. Shpati u vishte bukur, kishte gusto, po të betohet Fredi që asnjë nga rrobat e shpatit nuk shkon te shpati ke firmatot. Nuk se trajtojnë thoshte 700 euro me blej këmish. Ja, kjo shumë me kishte gusto. Po ju me shpërdoru lekun. Një kot me ble një këmish ose i gjup 1000 euro, marke, kështu firme. Jo, si ishte nga ta. Izvite, për jo marke. A gjënof të është atjerë të kam buk pa hongër, unë të blej 2000 euro, 3000 euro gjup. Ose një kostumë. Gjërësh. Nuk e gënjenin markat. Si pat reagimet pas vdekjes Shpat Kasapit, qoftë edhe të atyre që postonin në rrjete, qoftë media, pra kishte shumë reagime për ndarjen ti nga jeta? Shumica shqiptarëve, jo shumica, po 99% shqiptarëve i ka ardhur keq. Po është 1% që të ish trurë. Të ish trurë. Bilet mjellë e pasë edhe një emision, ju të bëhet autopsia që ka dësh nusja ke dhoma Shpatit kur ata ishin ndarë. Nuk kanë qenë të ndarë, ata kanë udhëtu bashkë. Është farë letë e frikueshme ke sistemi TIMS. Që ata kanë udhëtu bashkë të dy, të tre me gjithë fëmijën. Se kanë shkuar deri këtu sa dyshojnë që t'i bëhet autopsia se ishin me gruan? Por nuk bëva ki kurrë. Po të shqitë televizionet, janë ca televizionet që janë pabërgjeshëm. Njerë se televizionet ka një armë të fuqishme në dorë dhe po e përdorën për keq. I gurë hudhin pusë, ata është një shprehje popullore që thot një budalla hudhi gurën pusë, 40 men që nuk unë nxjerrin. Edhe ta del njëri dy thot çdon të nuse që ata ma Shpatit, kur ata ishin nda, edhe jo që dyshojnë gjë mos ka vepru nusja. Oh my God, çdi sa thënë. Ishte televizion, se t'ishte në i këshu në të rrjete sociale ardhës e përmbyllje i veshë i sy. Ishte emision. S'më kujtohet se ku, edhe po më kujtohet s'kam me emrin. Fredi, kemi informacione se kur do zhvillohet ceremonia mortore?
Jo, nuk dihet se të bëhet ekspertizë herë. Edhe nuk dihet akoma. Paktën unë nuk e di. Unë nuk e di. Akoma s'më ka ardha beri se kur. Fredi, pat një moment që pat ca vite që Shpati jetoi në Shqipëri, në Tiranë. Pse zgjodhi të jetojë në Tiranë Shpat Kasapi? Po, për efekt pune. E kam pas këtu, një herë eritua për meje, një 7 metre, 8 metre lërg meje e rrimi shpi. A i pëlqente Tirana? Po, i pëlqente. Jeta natës Tiranës, e beziti pak fansat shumë, se mos femët, për nuk e përshkallën dhe fare. Që kur martu me Silvien, nuk i që ditë që po, nuk i bënd të shu foto kur e kërkoshin, nuk përton të fare. Shu foto, shi gjëra, nuk përton të. Dhe tishe fugara, pasanik, qunë, gocë, plak, i përgjishte, edhe e çuditshme për të gjithë me të njëjtën buzëqeshje. Po t'ja shohë gjitha fotot, e njëjtën buzëqeshje, nuk e ndronte ndonjëherë buzëqeshje. Kishte një buzëqeshje të këndshme. Zemër ishte të madhe. Kishte momente të vështira që të thoshte që shiko, kam një situatë vështirë. Pra, përveç rastit... Vetëm me i rast, unë paktën, e kuptoj, se unë nuk është se ishe në ditë me Shpatin, unë thjesht, kur ishte para se marrë në Tiranë, me të kuvin në Tiranë, njelu u takoni me Hermine Shakane i. Po, një përveç atëherë, kur ishte kjo ndarë me Afroditën, nuk kujtojnë që këtë pas në i... Aty u shëvit Shpati, dhe ja mori dorën se si mund të kalosh dëdhimi, ta kthesh dëdhimin në forcë. U shëvit atyre. Po, që e vujti shumë, e vujti. E vujti për Sedri, jo se, shumë për, i vind të turp. I vind të turp të është. Pse i vind të turp? Qa kishte për, do më thënë që... Po nuk se o të trahtoj. E mori veç gjithë bota. E kupton? Fredi, kam dhe i pyetje të fundit, çfarë ka humbur muzika dhe po themi Shqipëria me ikjen e Shpat Kasapit? Gjë. Më di që edhe Vasili Karasi në Greqi, më di plak. Kurse Shpati do ngelet gjithmonë i ri.